kush është shtatzën, kush bojkotoi koncertin Rënqetu Shqip dhe kush po e kopjon Vlona Qeretin. Të gjitha këtu i shohim në rubrikën tonë të përhershme e vërtet e pavërtet. Blero bojkotoi koncertin Rënqetu Shqip dedikuar 100 vjetorit të pavarësisë, i cili u mbajt në stadiumin e Prishtinës. Kjo është plotësisht e vërtet. Këngëtari Blero ishte njëri ndër 30 artistës shqiptar që ishte i gatshëm të këndoj falas në stadiumin e Prishtinës, në koncertin e madh Rënqetu Shqip dedikuar 100 vjetorit të pavarësisë. Por në koncert Blero nuk u pa të jetë prezent. E për këtë ai ka dhënë edhe arsye duke postuar në profilin e tij në Facebook. Arsyeja që nuk do të jem në koncert sonte Rënqetu Shqip e as durata është tentim mashtrimi nga ana e organizatorëve, kompania KD. Ndër të tjera, Blero kishte menduar që koncerti është i hapur për të gjithë njerëzit pa bileta, por në momentin kur ka kuptuar se është me pagesë, ai ka bojkotuar këtë koncert. Vlona Qereti kopjon Britney Spears. Kjo nuk është as pak e vërtet. Bëhet fjalë për fustanin që Vlona kishte veshur kohë më parë në turin e saj nëpër troje shqiptare. Bring the action. Fustan të njëjtë ka edhe Britney Spears, të veshur në klipin e ri në bashkëpunim me will.i.am me këngën Scream and Shout, të publikuar me 28 nëntor. Gjatë kohës kur Vlona ishte në Kosovë në koncertin në Prishtinë, ajo kishte veshur po këtë fustan. Është një kopje që është bërë vetëm për mua, të gjitha kostumet e turit janë dizajnuar nga The Blondes. Kjo është një copë e pasarelës, është How to Tour Piece. Në këtë rast është Britney Spears që ka kopjuar Vlonën, pasi që Vlona me këtë fustan paraqitet edhe në klipin Pass Out, i cili është publikuar muaj më parë, ndërsa Britney Spears paraqitet ditë më parë. Ndër të tjera ne kemi zbuluar edhe çmimin e copës së kristal, që arrin vlerën $25,000. Eneda Tarifa po bëhet nën. Kjo është plotësisht e vërtet. Një herë u tha që shtatzën e shumë herë u mohua. Ka kohë që zëra qarkullojnë rreth shtatzanisë së këngëtares Eneda Tarifa. Prive si gjithmonë ju sjell lajmin e sigurt, pasi që kontaktoi me burime të afërta të këngëtares, duke konfirmuar shtatzaninë e saj. Prej vitësh, tashmë këngëtarja bashkëjeton me të fejuarin e saj, kompozitorin Erion Zoloshnja. Me sa duket ka ardhur çasti që çifti të zgjerojë familjen, e ne i urojmë Enedës shtatzani të lehtë dhe të shnosh.